Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nuk e keni ditur, por fasulja mund të jetë shkaktari i këtij problemi. Ja si duhet të veproni. Pavarësisht nga lloji, fasulet kanë shumë më pak yndyrë dhe kalori. Përveç kësaj, është një burim i shkëlqyer i proteinës, vitaminës B, acidit folik, fibrave në uljen e kolesterinës. Çdo kush mund të konsumojë sepse nuk përmban gluten. Nëse jeni në një dietë, mos nguroni të kënaqeni vetëm me një pjatë të gatuar me fasule, duke pasur parasysh se ka shumë më pak kalori dhe në të njëjtën kohë furnizon trupin me magnez dhe hekur. Nuk do ju mungojë energjia pasi keni ngrënë fasule, kjo do t'ju sigurojë trupit një mbrojtje të vërtet antioksiduese. Është e njohur për shumë njerëz që fasulet do të fryjnë më pak dhe do të qëndrojnë në ujë për të paktën disa orë para gatimit. E mira është që fasulet t'i njohni një ditë më parë dhe t'i lini në ujë gjatë gjithë natës. Përveç njomjes së ujit gjatë të zgjerrjes, hidhni në ujë gjethe-dafine, borxhilok dhe xhenxhefil. Vetëdijat të cilave pengojnë formimin e mëvonshëm të gazrave në organizëm. Është gjithashtu fakt se fasulet e zjera pak shkaktojnë shumë gazra. Nëse dëshironi të parandaloni këtë, duhet t'i lani fasulet dhe t'i gatuani në zjarr të ulët për më gjatë, jo në zjarr të lartë. Me larjen dhe njomjen, fasulet humbasin sheqerna të cilat ndër të tjera ndikojnë në fryrjen e stomakut. Shumica e njerëzve fillimisht i lënë fasulet në ujë përpara se t'i gatuajnë. Megjithatë, nëse nuk e bëni këtë, mjekët paralajmërojnë se po bëni një gabim të madh. Edhe pse arrat, farat, drithrat janë ushqime të shëndetshme për shkak të acidit fitik, ato mund të jenë shumë të dëmshme për organizmin. Ky acid lidhet me elementë të rëndësishëm si bakri, magnezi, jodi dhe hekuri, dhe të cilat përfshin edhe zinkun, si për shkak të cilave ato ekskretohen nga trupi dhe mund të shkaktojnë gjithashtu shumë probleme. Shumica e njerëzve fillimisht i lënë fasulet në ujë përpara se t'i gatuajnë. Megjithatë, nëse nuk e bëni këtë, mjekët paralajmërojnë se po bëni një gabim të madh. Edhe pse arrat, farat, drithrat janë ushqime të shëndetshme, për shkak të acidit fitik ato mund të jenë shumë të dëmshme për organizmin. Ky acid lidhet me elementë të rëndësishëm si bakri, magnezi, jodi, hekuri, madje edhe zinku. Gjithashtu, ato acide lidhen me elementë të cilët mund të ekskretohen nga trupi përpara se të arrijnë dhe të kursejnë ndonjë përfitim prej tyre. Acidi fitik është një nga shkaqet më të zakonshme të anemisë nga mungesa e hekurit në vegetarianët sipas OBSH, citon endokrinologja Zura Pavlova. Gjithashtu, ekspertja tregojnë se përpara se t'i konsumoni fasulet, gjithmonë duhet t'i lini në ujë dhe më pas t'i gatuani në një kohë të gjatë. Vetëm kështu do të evitoni dëmet që ato mund të shkaktojnë në trupin tuaj. Neglizhenca mund të krijojë gjithashtu shqetësime vërtet të mëdha për trupin, madje edhe për imunitetin tuaj. Po të pyesni 5 persona se si i gatuajnë fasulet, me siguri do të merrni 5 përgjigje të ndryshme. Disa mund të thonë se fasulet mund të zihen për 90 minuta, të tjerët mund të thonë se fillojnë t'i përgatisin një ditë përpara, ose të tjerët që i kriposin në fund të zgjerrjes së tyre. Por ne do ju tregojmë një truk shumë të thjeshtë që në mënyrë të thjesht mund të përmirësojë jetën tuaj edhe të lehtësojë problemet gjatë gatimit. Njomja e fasuleve paraprakisht, kriposja e tyre në fillim të gatimit është hapi i mirë edhe në një gatim në tenxhere pak a pak. Kanë rezultuar me sukses në përgatitjen e fasuleve në mënyrë të përsosur. Për të gatuar më mirë fasulet, vendosni 1 kg fasule në një tenxhere të madhe. Shtoni ujë në të, aq sa të mbulohen të gjitha kokrat e fasules. E mbuloni në momentin e tenxheres me kapak dhe vendosni në zjarr për pak minuta. Më pas e largoni nga i nxehti dhe lërni tenxheren më njan për rreth 1 orë. Më pas shtoni në të një lugje gjysmë krip, i përzjeni dhe vendosni sërish në zjarr në temperaturë mesatare dhe u largoni kapakun. I lini të zjejë për rreth 1 orë duke shtuar ujë her pas here, në mënyrë që fasulet të zhyten dhe të zihen më shpejt. Pra nëse nuk keni kohë të mjaftueshme, por doni shumë që një vakt të përgatitet me fasule të zjera, duhet që t'i kriposni që në fillim dhe t'i zjeni pak nga pak. Hiqni kështu dorë nga mitet se fasulet kriposen vetëm kur kanë përfunduar së zjeri, pasi ky është hapi kryesor për të marrë edhe vlerat e tyre. Fasulja
është ndër ushqimet më të dobishme. Është burimi i proteinës, si dhe është ushqim që i takon kuzhinës tradicionale. Fasulja është një bimë një vjeçare nga familja e bishtajave të cilat posedojnë shumë përbërës ushqyes, prandaj edhe duhet të jetë pjesë përbërëse e ushqimeve tona. Nutricionistët theksojnë se fasulet janë një ushqim kalorik dhe se 100 gram e fasule do të ofrojnë rreth 300 kalori. Ato janë një burim i rëndësishëm i ushqyesve biologjik, prandaj mesatarisht 100 gram fasule përmbajnë 52 gram karbohidrate, 26 gram protein, 2 gram yndyrë, 4 gram fiber, aminoacide esenciale, fosfor, kalcium, kalium, magnez dhe hekur. Fasulet përmbajnë më shumë proteina se sa të gjitha bimët e tjera. Vetëm një filxhan me fasule ofron 1/4 e proteinës me të cilat kemi nevojë çdo ditë. Fasulet përmbajnë edhe vitamina të shëndetshme për zemrën dhe antistres, siç janë vitaminat B, hekuri dhe kalciumi. Po ashtu konsiderohen edhe si një pastrues natyral sepse kalojnë në përzor dhe kanë aftësi të eliminojnë kolesterolin. Ashtu si sëmundjet e zemrës, rastet me probleme duket se janë në rritje. Ushqimi me një dietë të lartë me fasule mund të jetë në gjendje të ulë edhe problemet e gjasave të radikaleve të lira. Fasulet kanë një përqindje të lartë të numrit të kimikateve që janë të njohura në luftën kundër radikaleve të lira, përfshirë fitosterolet dhe izoflavonet. Fasulet ndihmojnë në humbjen e peshës. Vetëm një shërbes e vogël me fasule kryen një punë të madhe sa u përket fibrave. Fibra është një element i rëndësishëm për humbjen e peshës pasi që të zgjat procesin e tretjes. Kjo ndihmon për të bërë edhe personin të ndihet më i plot në një periudhë më të gjatë kohore. Fibra e fasuleve shkakton që sheqeri në gjak të rritet ngadalë duke ndihmuar që të largohet brajtja nga uria për një periudhë më të gjatë kohore, ndërsa me siguri kemi më shumë energji. Fasulja ndihmon gjithashtu edhe në menaxhimin e niveleve të sheqerit. Fasulet mund të përshkruhen si një ushqim i preferuar i diabetikëve. Për shkak të kombinimit të tyre unik të proteinave dhe karbohidrateve komplekse, fasulet lirojnë glukozën më ngadalë duke e bërë më të lehtë për trupin e një diabetiku që të rregullojë këtë fluks. Për këtë arsye, një dietë e lartë me fasule ndihmon një diabetik, sidomos kur krahasohet me nxitimin e papritur të sheqerit që është përjetuar pas një vakti me karbohidrate të thjeshta. Fasulet ndihmojnë gjithashtu në uljen e niveleve të kolesterolit. Përveç kësaj, ka qenë një burim i pasur i proteinës, fasulet janë të njohura mirë për përmbajtjen e lartë të një tjetër vetije e cila është vendimtare për shëndetin e mirë. Fibrat. Shumica e njerëzve nuk marrin fije të mjaftueshme në dietën e tyre për të siguruar një shëndet më të mirë të zorëve. Një dietë e lartë me fasule ndihmon për të korrigjuar atë. Përveç kësaj, fasulja është vendimtare në kontrollin e niveleve të kolesterolit. Ulëntimet kanë zbuluar se 1/2 e pjesës së fasules ofron rreth 10 gram fiber. Kjo është e njëjta shumë që ka treguar për uljen e nivelit të kolesterolit LDL në rreth 10%. Përveç kësaj, fasulet janë të larta në fitosterole dhe saponine, të cilat janë të njohura gjithashtu edhe në uljen e problemeve të kolesterolit. Përfshirja e fasuleve në dietën tuaj do të jetë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë edhe për tretjen. Përfitimi shëndetësor më i njohur i fasuleve është ndikimi që mund të kenë në tretje. Fibra dietike janë në gjendje të stimulojnë prodhimin e lëngjeve në stomak dhe të promovojnë lëvizjen e peristaltikës, i cili mban zorën në lëvizje normale. Konsumi i rregullt i fasuleve të pasur me fibër ndihmon në parandalimin e simptomave të kapsllëkut, duke ulur gjithashtu mundësinë e zhvillimit të hemoroideve dhe ulçrave. Fasulet parandalojnë gjithashtu osteoporozën. Lista e mineraleve që gjenden te fasulet përfshin fosfor, magnez, bakër dhe mangan. Të gjitha këto luajnë një rol në dëndësinë e mineraleve të kockave. Rritja e marrjes suaj të mineraleve do të zvogëlojë rrezikun e zhvillimit të osteoporozës, duke u mbajtur më të fortë dhe më aktiv pavarësisht nga vitet që mund të keni. Fasulet janë të mira gjithashtu edhe për të përmirësuar imunitetin. Ndaj konsumit tyre vazhdimisht në dietën tuaj mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos së zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.